Mes punës së palodhshme dhe projekteve që nuk I njohin as orët e vona, është edhe Mateo Sabazi, video krijues dhe filmbërës nga Shqipëria. Në një lidhje virtuale për Mediumin ton, Abazi ka shprehur mendimin e tij sa I përket filmave shqiptar të ditëve të sotme. Filmat shqiptar në ditët e sotit. Ka disa filma të them drejtën që duken si trajlera, filmash, por ka dhe filma që ja vlen të shikosh. Tutje Abazi ka treguar edhe disa nga fshehtësitë e prapaskenave të filmave. Në prapaskene janë çdo gjë që nuk shihet në video, domethënë është ajo pjesa ku regjizori e humbet atë fillin e trurit edhe fillon vërtet, kur make-up artisti I rrëshket dora bën diçka tjetër që ti duhet ta rikthesh përsëri nga fillimi. Produksioni ka shumë gjëra tjera. Ky është horror I vërtet në vetvete. Video krijuesi dhe filmbërësi Abazi pati edhe një këshill për ata që duan të krijojnë video, edhe pse mund të mos I kenë pajisjet profesionale. Këshilla që unë jap është çfarëdo pajisje që të kesh, telefon, kamerë ose edhe çdo gjë tjetër që mund të xhiroj, vazhdo të xhiro me vizionin që ti shikon, edhe mos u dorëzo kurrë. Mes tjerash Abazi tha se në varësi të projekteve të ndryshme, ose mund të jenë fitimprurëse dhe shumë të suksesshme, ose mund të jenë edhe projekte që kanë dështuar dhe që nuk sjellin fitim.